Vjelja e boronicave tashmë ka filluar dhe nga fermieri Gjat Vitalia po konsiderohet si një nga periudhat më të bukura të verës. Vjelja ka fillu në kohë optimale, ka qenë një kohë e përshtatshme për vjelje. Fatbarësisht fuqia punëtore nuk ka mungu tek unë, po as te fermerë tjerë, domethënë këtu në këtë rajonin e Gjakovës, po dhe Tjonikit që janë, nuk kom dëgju të fermerë që ka në ankesë për punëtor. Fermieri Alia gjithashtu thotë se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme, përjashtuar me vetëm disa ditë kur ishte shumë ngrohtë. Edhe vitin e kaluar, po dhe këtë vit temperaturat nuk kanë qenë ato të cilat kanë penguar në punë për pas 2-3 ditë që i patëm ditë vape, po këtu na praktikojmë në mëngjes dalim, i kryjmë 4 orë punë, edhe në mbrëmje kur është pak kohë më freskët, i kryjmë edhe 4 orë punë tjera. Do thotë e përshtatim edhe kohën e punëtorëve mos me vujt për temperaturave të larta, po dhe bimin mos me shtresu gjatë temperaturave të larta. E kur është fjala të rendimenti, ky vit ka qenë shumë i kënaqshëm. Ky vit ka më qenë shumë i begatshëm me rendiment, janë rendimentet jashtëzakonisht larta dhe unë jam shumë i kënaqur, po edhe fermerë tjerë me të cilët kam bisedu dhe kem pas kontakte, jemi shumë të kënaqur. Për shembull, në hektar nuk ka shkuar në 10.000 kg produkt i boronicës, dhe boronica është, si shifet edhe këtu, është shumë e shëndetshme, është e shëndosh, do thotë si frut është i shëndosh dhe tregojnë edhe këto pjesë të tjera të frutit të cilat janë në fazën e pjekueshmërisë, diku mas 1 javë ose 10 ditë ose 2 javë dite, janë me një rendiment jashtëzakonisht mirë. Në shumë rajone, sezoni i vjeljes së boronicave zhvillohet pikërisht gjatë muajve korrik dhe gusht.